Medina Hyka, basketbolistja e Vllaznisë, është pjesë e ekipit kombëtar të Shqipërisë në basketboll për femra U20 që po zhvillon përgatitjet në Shkodër në Pallatin e Sportit Kasim Dervishi. Urime Hyka për këtë gëmbëllim. Është viti 5 që unë marr pjesë në kampionate kombëtare. Te U16 deri U20 këtë vit. Pra tek ekipet e moshave të kombëtarëve është hera e 5, por hera parë është tek U20? Po, hera parë. Këtu kisha edhe fjalën tek debutimi tek kategoria U20. Natyrisht që përvoja e ekipeve të tjera të moshave nga U16 deri te U20, por edhe të qenurit pjesë e Vllaznisë, ekipit parë, të rritura kanë ndikimin e vet. Po. Si po shkojnë përgatitjet? Shumë mirë, është se anë stërvitore shumë e fortë, ka konkurrencë, i lodhen a pak, po ka dhe gjane pozitive. Si është i vetëm, jeneve në vëmendjen e formacionit parë për ndeshjet zyrtare? Tash këtë mund ta lënë në dorë trajnerit, sepse nuk e di akoma. Trajnerja e juaj e kombëtarës është edhe trajnerja e Vllaznisë, Medina Mustafa. E rrep ashtu siç është tek Vllaznia dhe tek kombëtarja? E rrep duhet pak sepse do që na shohë sa më mirë, do që me fitu, si trajnera si dhe ne kena shef e fitu. Kur luhen ndeshjet zyrtare? Me 4 korrekt. Në Bullgari. Dhe patjetër optimizmi është për një prezantim qëllësor. Po. E lam për në fund, por jo pak e rëndësishme, si në thënë edhe herë të tjera, tradita familjare në familjen Hyka tashmë është prezente, jo vetëm Medina Hyka, por edhe Melida Hyka, motra tjetër, basketbolliste e Vllaznisë, por edhe ajo e kombëtares, por edhe vaj më i vogël që është në ekipin e basketbollit Besar Hyka. Janë 3 Hyka pjesë e basketbollit shkodran, nuk ka kur shkon më mirë. Urime. Shumë faleminderit. E kënaqur, plotësuar si familje se jeni përkushtuar basketbollit? Shumë të kënaqur. Janë shumë krenar për ne, po për shkak të ne na këtu kena arritur në suksese. Medina, kemi thënë edhe herë të tjera se nxitësi kryesor tek përqafimi juaj i familjes Hyka tek sporti është daja juaj. Imi Njori, Stokolbi Shanaku, ish kampion dhe rekordmen në vllazninë e peshqmitjet, tashmë trajner dhe ekipit kombëtar. Por duke lënë me njanë Stokolin, që është në sportin e peshqmitjes, prindërit tuaj janë ato që ju motivojnë më tepër. Po, prindërit janë forca që na kanë dhënë me arritje këtu këtë sukses që kena tash. I shikoj vazhdimisht edhe në stërvitje, sidomos në ndeshjet zyrtare. Për çdo ndeshje vinë bajnë tifoz për ne. Dhe padyshim që ky kontribut që prindërit tuaj, familja juaj jep ndaj jush, do t'ja shpërbleni në vazhdimsi, keni filluar t'ja shpërbleni, por deri ku mendon se Medina Hyka do të mërrijë? Derisa të mërrijë suksesin që unë dëshiroj. Urime për këtë gëmbëllim kombëtar dhe suksese Hyka në vazhdimsi. Shumë faleminderit.